أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ham falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahu xhaleshanuhu. Atë falënderojmë, faljen, ndihmë, rahmet, bereqet prej Tij kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona qofshin mbi të dërguarin e Tij të pastër, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi familjen e Tij të pastër, mbi shokët e Tij të ngushtë, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekën dhe do ta ndjekin rrugën e Allahu xhaleshanuhu deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju të cilët I dëgjoni këto këshilla, paqja, mëshira, begatia e Allahu xhaleshanuhu qoftë mbi ju dhe familjet e juaja. Allahu xhaleshanuhu në surën Zuhruf në ajetin e 60 thotë kështu: atë ditë shokët e ngushtë do të jenë armiq të njëri tjetrit, përveç atyre që ishin të sinqertë në miqësinë, në dashurinë për hir të Allahu xhaleshanuhu ve xhelaluhu. Transmeton Enesi radhiyallahu anhu prej Resulullahit alayhi salatu wassalam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ka disa rob të Allahu xhaleshanuhu që në ditën e Kiametit për ta do të ndërtohen kursi ulse dhe ato do të ulën në ato kursi, në ato ulse. Me uljen e tyre në ato kursi, fytyrat e tyre do të ndriten dhe teshat e tyre do të ndriçojnë. Ato do të jenë një grup për të cilën do t'ua kenë lakmin pejgamberët, do t'ua kenë lakmin edhe shahidat. Sahabët e Resulullahit alayhi salatu wasalam ishin ata njerëz të cilët I dëgjonin ajetet kuranore dhe I praktikonin ato, I mësonin ato dhe I jetonin ato. Po ashtu edhe sunetin e Resulullahit alayhi salatu wasalam, kur e ndëgjonin, e vepronin dhe e jetonin. Sa ja Resulullah, me çfarë vepre ato njerëz u dalluan tek Allahu xhaleshanuhu, që fytyrat e tyre do të ndrisin dhe teshat e tyre do të ndrisin në ditën e gjykimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: atë ju tregoj o shokët e mi, o sahabët e mi, sa Allahu dhe Resuli I tij e din më së miri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: janë ai grup I njerëzve të cilët janë dashur për hir të Allahu xhaleshanuhu ve xhelaluhu. Janë vizituar për hir të Allahu xhaleshanuhu ve xhelaluhu. Janë ato njerëz të cilët kanë bërë tubime apo kanë themeluar mexhlise për hir të Allahut, ku është përmend Allahu xhaleshanuhu ve xhelaluhu. Të nderuar vëllezër, jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe sot me veprat e tona na ngadal mundet që të him në grupin e këtyre besimtarëve. Mundet që të duhemi sinqerisht për hir të Allahu xhaleshanuhu ve xhelaluhu, të vizitohemi, të shtrojmë sofrat e iftarit, të marrim magfiretin, faljen, bereqetin e Allahu xhaleshanuhu ve xhelaluhu. Le të japim besën Zotit xhaleshanuhu që t'i falim 5 kohë të namazit të cilët I kemi obligim. Andaj të kemi kujdes mos na ik edhe namazet më të bukura të cilat I japin gjallëni muajt më të shenjtë, muajt më të bukur, muajt më të rahmetshëm të Allahu xhaleshanuhu, pra namazet e teravive. Le të jemi prej atyre robëve të cilët punojmë që të him në grupën ku të na ndriçojnë fytyrat në ditën e gjykimit, fytyrat tona, teshat tona për hir të sinqeritetit në ibadet, në sadaka dhe në mirësi të ndryshme. Resulullahi alayhi salatu wassalam I thot që I madhërishmi Allah xhaleshanuhu ve xhelaluhu I shpalli Musahit alayhi salatu wassalam, ku I tha: ja Musa, a punove ndonjë punë për hir timin? Musa alayhi salatu wassalam tha: ja Rabbi, fala namazin për ty, agjerova për ty, dhash sadaka për ty dhe bëra istighfar për ty. Allahu xhaleshanuhu ve xhelaluhu ju përgjigj Musait alayhi salatu wassalam duke I thënë: ja Musa, namazi për ti është një obligim, namazi për ti është shpëtim, namazi për ti është dëshmi, agjerimi për ti është ajo vepër e cila ti të mbron nga zjarmi I xhenemit, sadakaja është ajo vepër e cila ti do të shpëtoj nga krysma e ditës së Kiametit, është po ajo e cila ti do të shpëtoj ose do të mbroj nga nxehtësia e ditës së mahsherit. Kurse istighfari I yt, ja Musa, është dritë në urën e siratit. Musa alayhi salatu wassalam ju kthi Allahu xhaleshanuhu dhe I tha: ja Rabbel Alamin, më trego cila vepër është ajo që unë ta punoj për ti, ta bëj për ti,
ma thuaj atë. Allahu xhaleshanu i tha, ja Musa, a veprove ndonjë vepër e cila është e hajrit për njerëzimin? Ja Musa, a dashurove një shok për hir timin? Ja Musa, a e urrejtë dikant për hir timin? Me këtë të nderuar vëllezër, Musa alayhi salam në kuptoi që të duash për Allah dhe të uresh për Allah është vepra më e vlefshme tek Allahu xhalleshanu e xhalla xhelaluhu. Transmeton Ebu Hurajra një hadith nga Resulullah alayhi salam se pejgamberi i Zotit ka thënë kështu: në ditën e gjykimit, në vlerën e dashurisë për hir të Allahut, në ditën e gjykimit do të ketë robë të cilët do të ringjallen dhe Allahu xhaleshanuhu e xhelal do t'i thirrë: ku janë ata të cilët u deshën për hir timin? Ku janë ata të cilët u vizituan për hir timin? Le të vinë dhe le të hinë në hijen e mëshirës sime. Pra të nderuar vëllezër, në atë ditë ku do të jetë shumë e nxehtë dhe shumë e ashpër llogaria e Zotit, por jo për gjithë, për ata të cilët janë dashur për hir të Allahut, për ata të cilët janë vizituar për hir të Allahut, me sinqeritet të plotë, që të marrin kënaqësinë dhe razinë e Allahu xhaleshanu e xhelaluhu, ata do të jenë në hijen e mëshirës së Allahut xhaleshanu e xhelaluhu. Kurse në një hadith tjetër transmeton Ebu Hurajra përsëri nga Resulullah alayhi salam për vlerën e vizitës ku Muhammed Mustafaja alayhi salam ka thënë kështu: kush e viziton një musliman, një vëllah të vetin, një mik të vetin, një dost të vetin, një familjar të vetin, për hir të Allahu xhaleshanu dhe xhelaluhu, Allahu Teala atij personi ja shlin 1000 të këqija dhe ja regjistron 1000 të mira. Pra, Allah i madhërisëm ja shlin 1000 gjinahe dhe ja regjistron 1000 sevape. Andaloj këtu Resulullah s.a.s. me këto mirësi, me të fjalë të bukura ka shi sahabëve të tij, jo. Tha që lajmëroi për burrat të cilët do të jenë në xhennet. Sahabët i thanë: pejgamberi Allahut dhe Allahu e din më së miri këtë punë. Tha pejgamberët, shahidat dhe të sinqertit do jenë në xhennet. E gjitha ajo qetësi në xhaminë e Resulullahit alayhi salam, sa edhe një vëlla musliman i cili e viziton një vëlla musliman, familjen e tij, farefisin e tij, dhe ai bashk me pejgamberët, me shahidat dhe me sinqertit do të jetë në xhennetin e Allahut xhaleshanu e xhelaluhu. Lutim Allahun xhaleshanu që ibadetet tona të na i pranon, që trupin ton, shpirtin ton, zemrat tona Allahu Teala në këtë muaj të madhërisëm të na pastron, me mëshirën e tij të na furnizon në zemrat e tona. Lutim Allahun Teala që hidhërimin e tij nga ne ta largon, agjërimet tona të na i pranon. Lutim Allahun Teala që në xhennetul firdaus me Resulullah s.a.s. dhe me shokët e tij të na takon, gjithmonë atij ku flasim mirë, thumi elhamdulillah, atij ku gabojmë, thumi astaghfirullah, walhamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.